Pas largimit të komentuar të Engjina Sufit dhe Nada Muçet nga emisioni I mëngjesit Wake Up ka reaguar producentja Sara Hoxha, siç të gjithë e pam. Programi ka nisur me një format të ri. Në krah të moderatorit Blendi Salaj është shfaqur Edi Baçi, duke marrë zyrtarisht rolin e moderatores. Lidhur me këto zhvillime, Sara Hoxha ka bërë një postim domethënës në profilin e saj në Instagram. Ajo ka publikuar në story një moment nga transmetimi, duke bërë tag Hedin dhe Blendin dhe ka shoqëruar postimin me disa emoji yjesh. Ky veprim I producentes është interpretuar si konfirmimi zyrtar që I vë vullën lëvizjeve në televizion. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.